jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe tashmë sa ndikon agjerimi tek sportist. Pikësore gjithë dëgjuesve tonë po du m'ja uru fillimin e muajit shenjtë Ramazanit, shpresoj në agjerim sa më të jetë sa më të këndshëm. Për sa i përket agjerimit gjatë muajit të Ramazanit tek sportistët janë një kategori më e veçantë se personat e thjeshtë. Pse është kjo? Dihet se sportistët aktivitetin fizik si në muajin e Ramazanit, si jashtë muajit të Ramazanit nuk e ndalin në fare kurrë. Domethënë pavarësisht a është Ramazan ajo, ata i kanë stërvitet e tyre. Ndonjëherë me intensitet më të lartë, ndonjëherë me intensitet më të ulët. Për shkak të intensitetit të tyre, stërvitjet e tyre, kuptohet se nevojat e tyre janë më të ndryshme se personat e tjerë. I kanë nevojat për kalorika më të larta, edhe nevojat për hidratimi kanë më të larta. Sipas shumë studimeve që janë bërë në FIFA, e sipas shumë studimeve që janë bërë në Superligën ruse, kanë dalë që sidomos të sportistët elitar nuk ka pas ndonjë rënje signifikante të performancës për sportistët që kanë zgjuar gjatë muajit Ramazanit. Por rënja ka qenë jashtëzakonisht e vogël, përderisa ju kanë mbajtur për disa kushte. Cilat janë këto kushte? Ushqyeshmëria duhur prej kohës së iftarit deri në kohën e syfyrit, marrja e makro dhe mikronutrientëve në sasi të duhur, në kohë të duhur dhe sigurisht edhe hidratimi i duhur. Gjithashtu edhe xhumi ka luajtur rol. Pra, përderisa një sportist elitar nuk ka përmbajt ushqimet të duhur, sasisë të duhur, xhumit të duhur, pushimit të duhur, rikuperimit edhe hidratimit të duhur, performanca ka pasur rëmë jashtëzakonisht e vogël sa pothuajse nuk zhvërrit fare.